5 gabimet që bëni pas urinimit pas të 50 vjeç. Pas moshës 50 vjeç, trupi ynë fillon të kalojë në ndryshime të dukshme që lidhen me funksionet urinare dhe prostatën, tek meshkujt ose sistemin urinar tek gratë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se disa zakone të thjeshta pas urinimit mund të dëmtojnë seriozisht shëndetin e tyre në periudhën e mëvonshme. Në këtë artikull do të zbulojmë 5 gabime të zakonshme që bëni pas urinimit dhe si t'i evitoni ato për të ruajtur funksionin normal të fshikëzës dhe traktit urinar. 1. Nuk e zbrazni plotësisht fshikëzën. Një nga gabimet më të zakonshme pas moshës 50 vjeç është moszbrazja e plotë e fshikëzës. Me kalimin e viteve, muskujt e fshikëzës dhe uretra humbasin pak nga forca e tyre, duke bërë që urinimi të jetë më i ngadalt dhe jo i plot. Kjo gjendje mund të shkaktojë retension urinar, që është mbajtja e urinës në fshikës pas urinimit. Pse është problematike? Mund të shkaktojë infeksione të traktit urinar sepse bakteret mund të grumbullohen në urinë të mbetur. Rrit rrezikun për prostatit tek meshkujt dhe inflamacion të fshikëzës tek të gjithë. Mund të çojë në probleme me veshkat nëse zbrazja e fshikëzës nuk bëhet shpesh dhe plotësisht. Si ta evitoni? Për meshkujt mbi 50 vjeç, një teknikë e dobishme është double voiding, që do të thotë të urinoni një herë, pastaj të prisni disa sekonda dhe të përpiqeni të urinoni përsëri. Përdorni pozicione të rehatshme dhe të relaksuara gjatë urinimit, duke mos u nxituar. Shmangni presionin e panevojshëm, pasi mund të dëmtojë fshikëzën dhe prostatën. 2. Moslarja e duhur e duarve dhe higjiena personale. Shumë njerëz pas urinimit e shohin këtë si një hap të zakonshëm që nuk ka ndikim, por higjiena e dobët mund të sjellë komplikime serioze. Pas të 50 vjeç, sistemi imunitar dobësohet gradualisht, prandaj bakteret e thjeshta mund të shkaktojnë infeksione më lehtë. Problemet më të zakonshme: infeksione të traktit urinar, iritime të lëkurës dhe kruajtje. Tek meshkujt mund të ndikojnë në parandalimin e infeksioneve të prostatës. Si ta evitoni? Larja e duarve me sapun të butë pas urinimit është e domosdoshme. Tek meshkujt, larja e penisit dhe tek gratë, pastrimi nga përpara prapa, për të parandaluar depërtimin e baktereve. Përdorimi i peshqirëve të pastër dhe të thata për të tharë zonën intime. 3. Mos frekuentimi i vizitave tek urologu. Shumë njerëz e neglizhojnë kontrollin tek mjeku derisa shfaqen problemet serioze, por pas të 50 vjeç parandalimi është më i mirë se kurimi. Gabimi këtu është të supozoni se çdo ndryshim në urinim është normal për moshën. Shenjat paralajmëruese që nuk duhet të injoroni: urinimi shpesh gjatë natës, nocturia, vështirësi në fillimin e urinimit ose rrjedhja e dobët, ndjenja e mbushjes së fshikëzës edhe pas urinimit, dhimbje ose djegje gjatë urinimit. Si ta evitoni? Vizitoni rregullisht urologun ose ginekologun një herë në vit pas të 50 vjeç. Bëni analiza të urinës dhe të prostatës, pse tek meshkujt, sipas udhëzimeve të mjekut. Mos prisni derisa simptomat të përkeqësohen. 4. Mos vëzhgimi i dietës dhe lëngjeve. Shumë njerëz pas moshës 50 vjeç ndryshojnë zakonet ushqimore, pa e kuptuar ndikimin e tyre tek urinimi. Mosujitja e mjaftueshme ose konsumimi i tepërt i disa lëndëve irrituese mund të ndikojë tek fshikëza dhe traktit urinar. Ushqimet dhe pijet që ndikojnë negativisht. Kafeina dhe pijet me gaz, që mund të irritojnë fshikëzën. Alkooli, që mund të rrisë frekuencën e urinimit dhe të shkaktojë dehidrim. Ushqime të kripura ose të përpunuara, që mund të rrisin presionin dhe ndikojnë tek veshkat. Si ta evitoni? Pini ujë mjaftueshëm gjatë ditës, por jo shumë para gjumit për të shmangur urinimin natën. Kufizoni kafen dhe pijet alkoolike. Konsumoni ushqime të pasura me fibra për të mbajtur peshën dhe shëndetin e traktit urinar. 5. Mos respektimi i shenjave të trupit. Pas urinimit, shumë njerëz nuk e vëzhgojnë se çfarë po ndodh me trupin e tyre. Një gabim i madh është injorimi i ndryshimeve të urinës: ngjyra, era, sasia, frekuenca. Çfarë tregon kjo? Urina e errët mund të tregojë dehidrim ose probleme me mëlçin bë veshkat. Urina e shpeshtë ose e dhimbshme mund të tregojë infeksione të traktit urinar. Ndryshimet në ngjyrë ose gjak në urinë mund të jenë paralajmërime të sëmundjeve më serioze si infeksionet e rënda ose kanceri i fshikëzës prostatës. Si ta evitoni? Vëzhgoni rregullisht ngjyrën dhe erën e urinës. Mbani një ditar të urinimit për të monitoruar frekuencën dhe problemet e mundshme. Konsultohuni me mjekun menjëherë nëse vini re ndryshime të pazakonta.
Përmbledhje pjesa 1. Pas të 50 vjeç, zakonet e vogla pas urinimit kanë një ndikim të madh tek shëndeti i traktit urinar. Mosbratja e plotë e fshikëzës, higjiena e dobët, injorimi i vizitave mjekësore, mosvëzhgimi i dietës dhe mos respektimi i shenjave të trupit janë gabimet kryesore që mund të shkaktojnë komplikime serioze. Ndryshimet e thjeshta të zakoneve ditore mund të përmirësojnë ndjeshëm funksionin urinar dhe shëndetin e përgjithshëm. Pas të 50 vjeç, shëndeti urinar nuk është më një detaj i vogël. Ai lidhet drejt për drejt me cilësinë e jetës, gjumin, energjinë ditore dhe madje edhe shëndetin mendor. Se sistemi urinar bëhet më i ndjeshëm pas të 50 vjeç. Me kalimin e moshës, ndodhin disa ndryshime biologjike të pashmangshme. Muskujt e fshikëzës dobësohen. Kapaciteti i mbajtjes së urinës zvoglohet. Tek meshkujt, prostata shpesh zmadhohet. Tek gratë, ndryshimet hormonale ndikojnë në kontrollin e urinës. Reagimi nervor bëhet më i ngadalt. Këto ndryshime bëjnë që gabimet e vogla pas urinimit të kenë pasoja më të mëdha se më parë. Si ta korrigjoni gabimin R1? Mosbrazja e plot e fshikëzës. Një nga qëllimet kryesore pas urinimit është të siguroheni që fshikëza të jetë zbrazur plotësisht. Urina e mbetur është terren ideal për baktere. Zakonet e gabuara që duhen shmangur. Urinimi me nxitim. Shtrëngimi i muskujve për ta mbyllur sa më shpejt. Shtyrja e urinimit për një kohë të gjatë. Çfarë duhet të bëni realisht? Relaksohuni plotësisht gjatë urinimit. Mos shtypni barkun ose muskujt e poshtëm. Prisni disa sekonda, pasi mendoni se keni mbaruar dhe provoni sërish. Ky proces i thjesht ndihmon në uljen e rrezikut për infeksione dhe inflamacion. Gabimi e R2. Mendoni se urinimi i shpesht është normal për moshë. Shumë persona mbi 50 vjeç e pranojnë urinimin e shpesht si diçka normale dhe nuk kërkojnë ndihmë mjekësore. Por kujdes, urinimi i shpesht nuk është gjithmonë normal. Ai mund të tregojë infeksion urinar, probleme me prostatën, diabet të fshehur, probleme neurologjike, dobësim të muskujve të fshikëzës. Çfarë duhet të bëni? Numëroni sa herë urinoni në ditë. Vëzhgoni sa herë zgjoheni natën për të urinuar. Nëse zgjoheni më shumë se 2 herë çdo natë, konsultohuni me mjekun. Mos e pranoni shqetësimin si normale pa e verifikuar. Gabimi R3. Mos kujdesi për urinimin gjatë natës. Urinimi i shpesh gjatë natës, nosturia, është një nga problemet më të lodhshme pas të 50 vjeç. Pse është i rrezikshëm? Prish gjumin. Rrit lodhjen ditore. Ndikon në zemër dhe tension. Rrit rrezikun e rënjeve gjatë natës. Si ta zvogloni? Mos pini shumë lëngje 2-3 orë para gjumit. Shmangni kafen dhe alkoolin në mbrëmje. Urinoni patjetër para se të flini. Mbani një orar të rregullt gjumi. Gjumi i mirë është po aq i rëndësishëm sa edhe urinimi i shëndetshëm. Gabimi R4. Nevoja për të shtyrë urinimin. Shumë persona e shtyjnë urinimin për shkak të punës, udhëtimeve ose thjesht dembelis. Çfarë ndodh kur e shtyni? Fshikëza shtrihet mbi kapacitetin normal. Muskujt dobësohen. Rritet rreziku për infeksione. Mund të shkaktojë mbajtje të urinës. Zgjidhja: mos e shtyni urinimin më shumë se duhet. Shkoni në tualet sapo ndjeni nevojën. Trajtojeni këtë si pjesë të kujdesit për shëndetin. Gabimi R5. Mungesa e ushtrimeve për muskujt e legenit. Shumë njerëz nuk e dinë që muskujt e legenit janë thelbësor për kontrollin e urinës. Çfarë ndodh kur këta muskuj dobësohen? Rrjedhje urinare. Vështirësi në kontroll. Ndjenje e zbrazjes jo të plot. Çfarë mund të bëni? Ushtrime Kegel, të thjeshta dhe efektive. Aktivitet fizik i moderuar. Ecje ditore. Mbajtja e peshës trupore nën kontroll. Vetëm disa minuta ushtrime në ditë mund të bëjnë diferencë të madhe. Dieta që ndihmon fshikëzën pas të 50 vjeç. Ushqimi ka ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin urinar. Ushqime që ndihmojnë: perime jeshile, fruta me shumë ujë, shalqi, portokall, drithëra integrale, ushqime të pasura me fibra, ushqime që duhen kufizuar, kafena, alkooli, ushqimet pikante, kripa e tepërt. Kur duhet patjetër të shkoni te mjeku, mos e shtyni kontrollin nëse vini re. Gjak në urinë, dhimbje gjatë urinimit,
rënje të papritur të kontrollit të urinës, ndryshim të fortë të erës ose ngjyrës së urinës. Këto janë shenja paralajmëruese, jo simptoma për t'u injoruar. Pas të 50 vjeç, shëndeti urinar kërkon më shumë vëmendje se sa mendojmë. Gabimet pas urinimit, edhe kur duken të vogla, mund të çojnë në probleme serioze nëse përsëriten çdo ditë. Ndryshimi i zakoneve, vëzhgimi i sinjaleve të trupit dhe kujdesi i vazhdueshëm janë çelësi për një jetë më të qetë dhe më të shëndetshme. Rutina ditore, parandalimi afatgjat dhe jeta pa probleme urinare. Pas të 50 vjeç, nuk mjafton vetëm të shmangni gabimet. Ajo që bën diferencën reale është çfarë bëni çdo ditë, edhe kur nuk keni simptoma. Në këtë pjesë të tretë do të flasim për rutinat më efektive, zakonet e përditshme që mbrojnë fshikëzën, prostatën dhe veshkat, si dhe mënyrën si të jetoni pa frikën e urinimit të shpeshtë, rrjedhjeve apo dhimbjeve. Kjo është pjesa që shumica e njerëzve nuk e zbatojnë, dhe pikërisht për këtë arsye problemet përkeqësohen me kalimin e viteve. Rutina ditore, 10 minutëshe për shëndetin urinar. Nuk keni nevojë për ilaçe apo procedura të shtrenjta. Vetëm 10 minuta në ditë mund të ndryshojnë gjithçka. Një ushtrimet Kegel, 3-4 minuta. Këto ushtrime forcojnë muskujt që kontrollojnë urinimin. Si bëhen? Shtrëngoni muskujt sikur po ndaloni urinimin. Mbajini për 5 sekonda. Relaksohuni për 5 sekonda. Përsëriteni 10-15 herë. Bëjini 2 herë në ditë. Askush nuk e vëren, mund t'i bëni edhe ulur. 2. Aktivizimi i legenit dhe barkut, 3 minuta. Muskujt e barkut dhe legenit punojnë bashkë me fshikëzën. Shtrihuni në shpinë. Përkulni gjunjët. Merrni frymë thellë dhe shtrëngoni barkun poshtë. Mbajeni 5 sekonda dhe lironi. Kjo ndihmon në kontrollin e presionit mbi fshikëzën. 3. Ecja ose shtrirja e lehtë, 3-4 minuta. Edhe pak lëvizje. Përmirëson qarkullimin e gjakut. Ul presionin mbi prostatën. Ndihmon zbrazjen më të mirë të fshikëzës. Nuk ka rëndësi shpejtësia, por vazhdimësia. Gabimi i heshtur. Marrja e barnave pa u informuar. Shumë barna që merren pas të 50 vjeç ndikojnë direkt në urinim. Disa prej tyre, medikamente për tensionin, qetësues, antidepresive, medikamente për alergji. Çfarë duhet të bëni? Lexoni gjithmonë efektet anësore. Pyetni mjekun nëse ndonjë ilaç ndikon në urinim. Mos i ndërprisni barnat vet, por informohuni. Shpesh problemi nuk është mosha, por ilaçi i gabuar. Lidhja me stresit dhe urinimit të shpeshtë. Stresi kronik ndikon drejt për drejt në fshikës. Çfarë bën stresi? Aktivizon fshikëzën edhe kur nuk është plot. Shkakton kontraktime të pavullnetshme. Rrit ndjesin e urgjencës për urinim. Zgjidhje praktike. Frymarrje e thellë 5 minuta në ditë. Shmangje e ankthit para gjumit. Rutina të qeta në mbrëmje. Një mendje e qetë, një fshikës më e qetë. Ujë, as shumë, as pak. Një nga gabimet më të shpeshta është ose të pini shumë pak ujë, ose të pini tepër shumë në kohën e gabuar. Rregulli i artë. Pini ujë gjatë ditës. Kufizoni lëngjet pas orës 19:00. Mos e shmangni ujë nga frika e urinimit. Urina shumë e errët është shenjë alarmi. Prostata dhe fshikëza, lidhje që nuk duhet neglizhuar tek meshkujt. Pas të 50 vjeç, prostata shpesh rritet dhe ushtron presion mbi uretrën. Shenja që prostata po ndikon. Rrjedhje e dobët e urinës. Ndërprerje gjatë urinimit. Ndjesi e zbrazjes jo të plot. Urinim i shpesh natën. Çfarë ndihmon? Kontrollet vjetore. Dieta e shëndetshme. Aktiviteti fizik. Mosqëndrimi ulur për shumë orë. Tek gratë, ndryshimet hormonale dhe urinimi. Pas menopauzës, ndryshimet hormonale ndikojnë drejt për drejt në kontrollin e urinës. Probleme të zakonshme. Rrjedhje gjatë kollitjes ose qeshjes. Ndjesi djegjeje. Urinim i shpeshtë. Zgjidhje. Ushtrime për legenin. Kujdes higjenik i shtuar. Konsult me mjekun për trajtime mbështetëse. Mitet më të zakonshme që duhen thyer. Është normale, s'ka çfarë bëhet. Vetëm meshkujt kanë probleme urinare. Më mirë të mos pi ujë. Është turp të flas për këtë. E vërteta, shëndeti urinar trajtohet, përmirësohet dhe kontrollohet.
Përmbledhje finale e gjithë artikullit. Pas të 50 vjeç, gabimet pas urinimit kanë pasoja më serioze. Trupi jep sinjale që nuk duhen injoruar. Rutinat e vogla ditore bën ndryshim të madh. Parandalimi është shumë më i lehtë se trajtimi. Duke ndryshuar disa zakone, mund të shmangni infeksionet, shqetësimet dhe komplikimet që dëmtojnë cilësinë e jetës.